kërkojmë kohë shtesë që të japim shansë bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ju falenderoj. Kandidatën për kryetare apo kryetar të partijës së Kosovës. Nderuari kryesues i seancës konstitutive Sufjani Behari, e nderuara zëvendës kryesuese e seancës konstitutive Zonja Fatma Faqi, me nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nderuar ambasadorët e diplomatë të tjerë të akredituar në vendin tonë, nderuar gazetarë të dashur qytetarë, zonja dhe Sofi, urime të gjithëve zgjedhja deputet nga zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 7 qershorit, të tretat për brenda 16 muajve, urime të tyra e përfaqësuesve të popullit dhe ligjvënësit demokratik perspektivit të cilën posta e tonë bashkërisht. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në legislaturën e njëjtë. Me një virtuar certifikimit të rezultateve, ne filluam takimin për konstituimin e institucioneve, e falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Bedi Hamzën për takimin, e falenderoj kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Vjolla Tishikës për takimet. Ato bisedime u rezultuan për shkak të zhvillimeve të brendshme në BTK, referimi i bisedimeve zgjedhjet të 7 qershorit na u shkaktuan sepse në prind nuk u zgjodhi presidenti. Ne duam të ecim përpara bashkërisht. Por në zonë të adoptimit sa më i gjatë për presidentin unifikues, ashtu siç e kërkon Shqipëria për të cilën ne duam sot. Konstituimi i kësaj rrote nuk bën të jetë sërish prej edhe një shpërndarje të vendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme të pasueshme të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, nderuari kryesues, zotëria Behari, kërkojmë kohë shtesë që të japim shansë bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ju falenderoj. Ju falenderoj. Ne që kemi emër nga subjekti më i madh. Atëherë